25. Mos më rajt. Okej. Mësimi mirë, faleminderit. Jo, përshëndes. Suksese ty në fizio. Faleminderit shumë Osman, përshëndesim. Përshëndesim shumë. Po më pëlqen shumë të më thonë po, kjo mos më rajt. Se ka pak kanë na shosin dadin. A mos shumë mirë është me mësu mos me rajt. Po, mundën me qenë kena simpatike. Kena folë për gënjeshtrat e bardha që kanë njerën të domosdoshme. Mundën me qenë simpatike, po kanë herë mundën me qenë edhe pak matrona. Ashtu. Dalja e autostradës, më varet kush i lëshon. Dalja e autostradës në Fushë Kosovë është ngarkuar me kolon. Pjesa nga Fushë Kosova deri tek rrethi i Fushë Kosovës, edhe kjo pjesë e ngarkuar me kolon. Përshëndes Florimin, po thot këtu jena den. Faleminderit shumë, përshëndesim, mirë se erdhe. Ndërsa po ju presim edhe me telefonata, apo presim na tregu për çfarë keni mësuar prej vitit 2025, cilin mësim e keni marrë këtë vit, me na tregun 04998 edhe mos më harru me shku me vizitu Enza Home me përfitu zbritje. Me përfitu deri në 50% zbritje masaksisht tek Enza Home, që është në Çaklavis, kilometrin e 60 në Ferizajt. Enza Home Kosovë për juve që doni me i pa gjitha mobiljet përmes rrjeteve sociale. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Në Zoj nga Koreta. Hajde Zoj, si kalon? Diçka ju Zoj, as më mi thoni jam na. S'ka lidhje. Si e ke pas ditën sot, mirë? Mirë ditën. Sa për 2025 viti më i keq 2025 sa për mua. Pse, çka ke mësuar prej 2025 dhe çka ka pas keq për me mësu mos më shku në 2026-ën? Çfarë do të kishja mos më përsëri? Pas keqin familje. Okay. Edhe diçka tjetër. Edhe motor. E çajo më keq. Okej, ngushëllime edhe po shpresojmë këtë vit që po vjen me pas për emisionin veç me të mira. Faleminderit shumë, përshëndesim shumë, natën e mirë. Mos harroni me na tregu edhe për pjesën e ngarkuara në komunikacion, me na dërgu foto në 04998 edhe po ju presim me na tregu se çka kena mësuar këtë vit, se ju kanë mësimin që kena marr, se cilë kena kanë mësim që kena marr. Rruga Tirana është me kolon, po shihet kolon e gjatë deri tek rrethi prapa stadiumit, vazhdon edhe në rrugën Uçë deri tek komuna. Ja telefonata tjetër. Sa kesh të thonë s'kam përgjigje për këtë temë, veç jo më dalin. Jo më çushjo dalin. Jo, deri në fund donia 4-5. Si shagut dhe i ka funde. Okej, po lo edhe pak. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Kush telefonon? Faikun nga Gjermania. Po si e Faik, harrova me thonë si gjithmonë. Faleminderit, shënderit i qysh. Jo, nuk ka kjo ai Faiku. Nuk është ai Faiku si gjithmonë. Tjetër Faik kena nga Gjermania. Po kena. Faiku numër 2, se kena një Faiku nga Gjermania si gjithmonë, e menova që je i njëjti. Ai po na duhet 73 vjeç. Hajde tregon Faik. Si gjithmonë. Numër 2. Çfarë mësove nga viti 2025? A ke marrë ndonjë mësim, a dhan ndonjë mësim ky vit? Ka dhënë shumë mësime, se jo ni. Hajde tregon cilat janë ato. Premtimet që pi japin s'pi mbajnë. Vetëm po gënjejnë. Okej, mësove që premtimet. Vesh premtime, kush gjë tjetër? Mësove të zhgënjehesh, tjetër diçka mos ma lidh me politik, Faik, lutna. Jo, çfarë politike po është zotër se. Për kën e ke fjalën? Po këta po mëson mbi tyne po. Tregtarët. Okej, me njerëz që ti ki punë direkt, domethënë, apo i vjen çashtu? Direkt. Po direkt. Tjetër? Çka më botat? Tjetër i zhgënim jam edhe me pushimin që e kom bon. Ku ke bo pushime? Është mirë. E kam qenë në Ulqin. Edhe çka të zhgënje Ulqini këtë vit? Po, kom s'po mbajnë, e s'po mujnë të me shkuar për plazh. E po duhet dikun afër aty me gjithë një vend, e s'ka pas vend që duhet. Nuk ka pas vend që duhet. Nuk të ka konvenu, nuk të ka përshtatë, do me thonë. Okej. Se thash ka Ulqini është shumë i mirë. I lirë, po, i mirë, është jashtëzakonshëm, po, ka nevojë ato sallë, ka nevojë ato plazha salla, se i pata me të një sallë tjetër. Ato plazha ka nevojë për me ndreq infrastrukturën edhe për persona tillë që janë me aftësitë kufizuara, për me ju dhënë çasjen deri në ujë, është
shumë e vërtet që ka mungesë, po pajtona plotësisht. Përveç asaj na ka mungesë, po në këtë farë Bregdetin ton kënej. Përveç asaj na ka mungesë edhe për nënat që janë me karrocë. Më thonë që shpesh herë shet tu i ngre karrocat në porrat, atë është po. Më thonë biceps, triceps, krejt kryen aty. Që i shkon mirë me menu këtë farë puna, atë përderisa pjepun 15, 20, 30, 50 për një shazllon aty. Ju shkon mirë me i bodo kushtet lezetshme. Faleminderit shumë që na ke thirrë faj. Faleminderit. Interesante kjo. Titër e mirë të fara gjithë. Gjithë mirat fundjavë të këndshme për ty. Për ato salla që i përmendit Cimi, që i shkoj mendja pas e plazha, uji, deti, salla, ju lidh me Swiss Diamond. 038-220-000 është numri i Swissit për ju që doni me kalu një super fundjavë aty me shiju pishinën, fitnessin, spa-n e mrekullueshme që e ka Swissi. Po, përveç kësaj, keni edhe sallat e mrekullueshme nëse doni, nuk e di tash a keni kohë apo jo, nuk e di a ka mbet diçka e lirë ose jo, me pyet për rezervimet e fundvitit për gjitha bizneset, kompanitë që dojnë me festu ose edhe familjet. Në fakt ka shumë familje që vendosin me prit natën e vitit ri në sallat e Swissit me muzikën edhe programin e mrekullueshëm që besoj shumë shpejt kanë me shpalos për krejt klientët e Swissit e keni në zemër të Prishtinës. Sa i përket komunikacionit, po na tregojnë se po mbetet me kolon në këto momente pjesa e daljes së autostradës në Fushë Kosovë, ngarkuar është vetë Fushë Kosova nga hyrja deri tek rrethi i Fushë Kosovës. Kolon ka hyrja në Prishtinë nga zona industriale e Tutje, shumë e ngarkuar deri tek udhkryqi i Katedralës, rruga Gim Ramadani me kolon nga komuna deri tek udhkryqi i Menzës. Këto janë informatat e radhës, për tjera po presim vetëm pas pak. A mojni një njoftim 3 me e bosë të Swissi para disa orëve pas ka publiku një njoftim që kanë një numër 3 për kontakte, për rezervime. A kanë ndru shto me 0 shumë? Është edhe kjo me 0, kështu që hala ma shumë kena mu lidh. 038-400-040. Nështë e kena pak ma let me thonë kështu, ose 400-040. Unë me shto ka me metë, s'moj me ndru shto. Oke, unë e po e ndroj këtu. Qëshke 038? 400-040. Nështë kështu e kena pak ma let për me e thonë. Jo, pëthejshi ma let. 400-040. E pas ka një 4 mes atje. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Lindita nga Belgjika. Lindita, si kalon? Mirë, faleminderit, po ju? Mirë, faleminderit, edhe ne jemi shumë mirë. Lindit, çka ke mësu prej vitit 2025? Unë e kam mësu se mos më ndihmu ma kërkuna që shjo kom ndihmu ma eret. Ke mësu do më thonë me shtrëngu pak dorën, a? Pak. Pse bre Lindit? Kush ta djegi? Se jo një shumë për persona si I kom dasht shumë. Kush ma konkretisht personave? Mos ma thuj emnin, po çka e ki? E kam familjar. Okej, hajt lesë, s'po do më kallëzu. Anë se tani po të një vlau e motra këta. Faleminderit shumë që na ke thirrë, po të përshëndesim. Faleminderit për ju përshëndetje edhe unë juve shumë. Faleminderit. Faleminderit, përshëndesim. Mund është do me thonë pak me knaq vetën këtë. Me zbut pak. Me zbut, me knaq me atë verën Tarani, cilën do I ki 3 lloje, po përveç asajna I ki edhe 2200 lloje të tjera në Serious Wine që është në Albi Mall në katin e 3, që është në Pejton, edhe mund është me ble online përmes seriouswine.com dhe ke super zbritje, deri në 50% zbritje, 30 deri në 50% zbritje kikin në 2200 llojeve të verave dhe pijeve tjera festive. Hajde tjetra? Alo. Pas ka shku fion, s'na ka nejt, okej. Qa, më tonë me të rgu për komunikacionin. Po se kom shumë informata që po vazhdojnë e po arrim për komunikacionin, e që po na tregojnë edhe për daljen e autostradës në Vetërnik, që është ngarkuar me kolon në këto momente. Pastaj është ngarkuar rruga Tirana për tek rrethi prapa stadiumit, vazhdon kolona edhe në rrugën UÇK, rruga Met Krasniqi nga Arbria që shkon te rrethi prapa stadiumit, edhe kjo pjesë e ngarkuar. Por kolon shumë e gjatë është hyrja në Prishtinë, saktësisht nga zona industriale, I rrethi zonës industriale deri tek udhkryqi I Katedralës është me kolon, pjesë shumë e ngarkuar kjo, dhe dalja e autostradës për në Fushë Kosovë, edhe kjo është pjesë e ngarkuar me kolon. Çka kena mësu prej 2025, cili është mësimi që e keni marrë në 2025, po presim me na tregu në 049978 nuk e di, po jo mirë është. Se thash mos bona na sen me telefon, me Viber, po, jo s'ke nevojë. Jo vishën se jo kështu. Jo mu përgjigj me nova. Si nxon se. Që merr edhe telefonat. Pasi e boni pyetje profesori. Pjashtu. Merr edhe telefonat. Alo. Çka pashun e për Toyotën, domethënë. Alo, përshëndetje, kush telefonon? Sebi. O Sebi, prej nga përna thirë? Nga Resdik, po. Qysh je? S'kemi dëgju mati, prej teje? Mirë.
Mirë. Tregom çka mësove nga viti 2025. Asgjë, hiç. Hiç sana. Bravo, Vresi. Një vit si çdo vit tjetër thuja. E shoh çka më vjen drejt të vërtet vet. Ti po pret domethënë 2026 aty çka me cjell risia. Po shpresojmë për të mirë. Faleminderit që na thire. Me dua shumë. Edhe na të dojmë shumë. Faleminderit. Fundjavë të këndshme. Hyn deri në Toyota. Po. Në Autotrade, në Facebook, a kemi telefonata? E kena telefonata. Okej, hindërko dhe shikoje. Do shme po. Po smoj këto. Nuk di as mi ti tregu këto llojet veturave, domethënë janë e ardhmja e shpejtësisë që shpo e qunë edhe Toyota. Janë dy modele të reja që i ka sjell Toyota. Toyota Gazoo Racing që ka prezantuar zyrtarisht GR GT, thuhet kështu, edhe GR GT3, dy modele, krejt domethënë ndryshe prej Toyotave që na mësumi po. Me motora V8, Twin Turbo, 4.0, bla bla bla, këto specifikat i dini ju ma mirë që jeni adorues të këtyre veturave. Motor me V8 me 2 turbina po 4.0, ka dhe sistemin hibrid, para mendoj tash pa fuqi. Domethënë janë hibride edhe janë vetura sportive, se ka për tokë krejt. 650 kuaj fuqi paska, për ata që dojnë me ditë. Kështu që alo, përshëndetje. Janë versione të garave domethënë. Kena mi pa në për gara, këshire mrena. Përveç kësaj oferta gjys në Toyota shtu vazhdu e pagun gjysën cash, pjesën tjetër me këste për krejt modelet e mundshme të Toyotas. Ani çu shko kam. Alo. Vazhdo. Alo. Po vazhdo. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Ju përshëndet Valtoni prej Gilanit. Po je Valton, si je, si kalon? Që mirë, jo që shene ajni mirë. Mirë, faleminderit, edhe na shumë mirë jena. Çdo Fiona po na provokon ka pak, po mirë është. Hajde tregona Valton, çka ke mësuar prej 2025-s? Veç largohu prej televizorit, lutem na dëgjoj përmes telefonit se na dëgjon mjaftu shumë mirë. Po. Valton, nale televizorin. Jo, po, që tu e naljëm. Hajde, çka ke mësu? Mesatarisht viti mirë, kom mësu shumë gjana, që i pa punë s'ka kur gja. Ke fillu me punu, do me thonë? Po, kom fillu me punu. Tjetër? Rogo për ma vanoj, për s'ka lidhe, ka pak. S'ka lidhe, për edhe këto e mësën, do me thonë, edhe kjo është për me mësu. Viti 2025 o mi mësu shtu sene. E pres me vitin 2026 për s'me na vënu. Rogën, a? Po. A po vënu është të në puna e herë? Në puna vënu në herë? Po. Po vënona pun, po, më ka qëllu doja më na gjerë, po më shtanë. Po, pishe, qysh vënosh, ti ka njerë edhe roga vënot, edhe ajo ka njerë s'po din me orsa, e vogël. Faleminderit shumë që na ke thirrë, po të përshëndesim. Faleminderit, përshëndetje edhe ju e ka në mirë. Edhe shumë mirë që e ke dhënë këtë përgjigje. Për ndryshe, po, se ka prej aty në njerëzve që thonë, pse mirë është kështu, po e mëson që dikur do të më janis. Tip mini, tip super, tip max, 3 super pako nga IPCO që i ka për ata që janë me parapagim, edhe mundeni me i aktivizu tek njëri prej dyqaneve të IPCO-s, përveç këtyre pakove keni edhe shumë pakot e tjera dhe keni internet për këtë Evropën për juve që keni me dalë ose me shku në Amerikë. Tek IPCO. Po uroj që viti 2026 ka me na sjell telefonus që e nalin televizorin para se me na thirr edhe mos me na dëgjojnë televizor, po në telefon se ka një 4-5 vjet që e bojnë thirrjen e njëjtë. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër. Valton, mos e merr personalisht. Jo, mos merr, pse s'kish problem s'është. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje gjyshaje. Faleminderit. Ska gjë. Tregom çka mësove nga viti 2025 gjyshem. Lashti s'është kes më fol, bash kur gjë hiç. Hiç kur gjë edhe te ja? Njëjt. As që kaq, një pika. Veç jam me lodh nëse vitin e kaluam. Mësove qysh me lodh, qysh mu lodh. Jo, kom shku normal, aje pushimet për dijen, pushimet e verore që janë. E prej 2026-ës, çka po pret? Valla po pres, 2026 pres pak ma mirë, po s'po di s'po gëzoj më fola nina, ka s'kelit qef jun. Ja, që aty mirë që beden. Nalë vet. E dhe gjyshja, nalët që aty te dera nalët.
Ma lejon një herë bilesun. Ja, heq asnjëherë. Jo gjyshe, jo, se nëse të lejojmë ty do të me i toleru të gjithë. Kështu që o heq, o krejt bashkë. Okej, pedeni 3-1, tash vjen e katërta. Hajde kalofsh mirë gjyshet, përshëndesim, faleminderit shumë. Besoni që atim për na bini në asnjë pozitë kanë njëra për mos mi marr si telefonata, se ja kum nis do që siç i po folin gjithë, kështu më javë po. Kështu që na kurseni, na veç çitoj kena kërku. Këtë emisionin çka dush thoni për neve anë këne, po në çit pjesë na kurseni. Për mirë po shpresojmë gjithë. Nëse s'mundeni e kursejmë na vetën. Për mirë po shpresojmë gjithë, veç të punojmë edhe na drejtim, secili nga pak mujna me kontribu për të mirën e këtij vendi, me respektu vendin, me punu vendin, për vendin, me respektu oraret, tatimet, gjitha këto, domethënë bënu qytetari ndershëm edhe besoj që vendi shkon përpara. Klimat në idea janë me inteligjencë artificiale. Për juve që doni me pas një super kondicioner në shtëpi, shkoni merrni me idea, po që është devikuar me krejt ato licencat që duhet me pas. Unë e pash edhe çysh e kishim bënë një video dhe më pëlqej shumë mirë se ka shumë kondicioner që ekzistojnë në tregun ton e nuk e din as çka është, as prej që kanë qit në jamën çaty. Përndryshe kondicionerët me idea përveç garancionit e kualitetit e kanë edhe inteligjencën artificiale që ju mundson për me kursy 30% më shumë energji elektrike. Edhe i keni me super ofertë, super zbritje. Të rrethi që aty e keni këtu shku për Fushë Kosovë, edhe mundeni me undal, edhe me i bojt se cilën pyetje përveç kondicionerëve ka edhe shumë produkte të tjera. Hajde telefonata tjetër, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Mergimi për Belgjike. Si e Mergim, si kalon? Mirë, ju? A në Belgjike shkua? Ju, këty e vëlloj që so? Që 4 ditë 5. Që 4-5 ditë, okej. Po. A është mirë Belgjika, po? Mirë, aftaft është, ma aftaft se të ju është. Po, ma aftaft se të na. Po, bos, po bjesh një, jo, mirë. Hajde tregom çka ke mësu prej vitit 2025, çfarë mësimi ke marr? Vëlloj, në mësim në bëtë keq. Çfarë? O, një vit ma plak. Ja, kamër në mësim që ke marrë, s'po të vesim na çka ke më bon 2000, çka ka ndodhur 2025 na po dojna me ditë. Një mësim që e ke marrë, që ke mësu diçka. Vëlloj, veç kish nisë në Kosovë që kesh një 2 javë, kish një më përmirësu e të sene, merë mirë. Mu përmirësu, okej. Okej. E isholla, fillan që ashtu e përmirësu e të apet. A je sigur që e konë Kosovë, Mergim? Okej, cilën vend? Okej, Mergim, e po shumë që shtu Kosovën, krejt, e po shumë që shtu Kosovën. Po më doku të në Kalinja. Ja, unë e bek Prishtinë nuk dalë. Bravo, mirë, po më vjen shumë mirë, po ka pas përmirësime, është të vërtet, po veç kish mujt me nejse. Tu në kalov Shmit, përshëndesim se jetë po du. Po s'ka se s'kena po Severinë. Po, faleminderit shumë, po të përshëndes shumë. Po flasim kështu për ka infrastrukturë, për të infrastrukturë. Ndëgjoni, super bok me veti. Në këtë fest, nëse doni me pas birrën më të mirë në shtëpi, e merrni Superbokin, është nga Portugalia, edhe e gjeni në secilin market, edhe keni me shiu ashta po pak e vështin ngushtë dhe një, po është e jashtëzakonshme. Na kujtohet Zhazhi. Më mirë, po Zhazhi. Çe telefonata tjetër. Alo. Alo, përshëndetje. 3 2 Alo. Të na zunet e tjera të dollë. Alo, kush telefonon? E dëgjus në ka këndjeva. Dëgjuse, të lutem, ka zhurmë diçka në ambientin ku je ose televizori lëshut nuk përdi që ka. Tregom çka ke mësuar nga viti 2025. Jam për përshëndet për e bukur je bo. Faleminderit. As ki përgjigje për temën a? Allah të kisha thonë me shku te optika moda të pak. Faleminderit që se të përqafoj shumë. Kisha thonë ashta po bredhe i bukur apo? Të më gjeloz. Kisha thonë me shku pak të jo se ka njerë për në men njeri atin kur trubullovën sanët pion që ashtu me nan. Apo kuptan, kur të këfila ashtu zët që pas njeri ka njerë nuk shë me sy po thua. Po, nëse shë me sy o mirë. Mo me po me sy dhe me po që ti ka bime. Për njerës të zemrës që i keni edhe që i dani shumë edhe po, në gjithmonë rraljem në penal. Për juve që dani me bo një super dhurat Rubinin me vizitu në qendër Prishtinës në Albi Mall ose në Ferizaj, edhe keni linjën e diamantve, edhe mundeni mja bo njerit zemrës një dhurat. A shkojna mi pa live, ma mirë? Shkojna mi pa. Po, vishë të ndrej edhe në djelë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ju përshëndet Agimi për Prezajnit. Agim, si kalon?
Pasha zotin mirë. Si është Prizreni i bukur? Po e shama thonë, kur pe kop mjegla ka pak, jo bashkë mirë, po kur po iqet mjegla po zdritët, ma mirë. Po nejsa, e s'ka lidhje se edhe me mjegull i mirë është ai. Po nas jemi plak, disa të rinë mjegla po prejtojmë me dalë, se... A bordë syzet e? Ka në herë. Okej, se ka njerë edhe syzet po mjegullavën, po na doka që ashtu e fillon, se den të ketë ndjenë. Dhe kemë kuat brejna. Ajde tregon që kem supi 2025-ës. Pasha zotin, për 2025-ës këna mësu bëllë, se në pandemia në kalon me pasoja me nejtë shpe, e tash për nga bje me nejtë shpe ma shumë, ma shumë se në shka me mësu. Do më thonë, 2025 të në ke mësu për me nejtë ma shumë shpe. A është mirë me nejtë shpe? Po që është so mirë o burë, se burë si këshëm pas 10 gradë, që i vinë ma shumë se na. I pas ke mësu. Tjetër qa ke mësu prej që jenë shpe? Së di shka me të thonë. Jo, pas ka marrë mësimin e jetës, çka po ta na shumë? Bolti. A ma mirë, po ta është 10 gradë për dinë ma shumë se na. Po, mirë që ke mësu, shko gjithë vinë ma shumë e ditë. Qka të kom fajun e që rëshet i rrugve dhe s'kenajt me grunë tone, me po që dinë shumë. Mu njoftu pak ma mirë. Me bo mua bet. Qka të kom fajun e? Po e s'kena po zvak qka e ditë kishe të punu me zonë të jonë, po s'po zonë këtë jonë. Jo, s'monësh, kërkush tha. Jo. Kërkush është një kongë Ismet Pejës, besa që të qështu të qka. Tu në kalofsh mirë, falimderit shumë që na ke thirë. Jo, po shpëndet, sa Ciao, kalofsh mirë. Falimderit shumë, po qërsteve përgjigje pak me hajgore, me qështu merë një pak mas, mos mi merë një serioze. O, po shkojna së bashku. Falimderit. Apo do në vish vetë me shku? Vetë. Okej. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në Banka Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimit të tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofru shumë. Na ka mësu për qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjet, e qysh mu dok serios kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në të njëjtin ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehi që me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në dorë. E ndjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka në kam su. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmon vendi familje son. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsëm, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. E për i këthejemi në Klam Radio dhe në KTV, po ju presim informatat e juaj rreth komunikacionit, po presim na tregu ku janë pjesë më të ngarkuara. 049978 shumë i telefonit që i pret, edhe informatat rreth komunikacionit, edhe telefonatat e juaj, edhe në Viber edhe numër kështu. Për ndryshe, po presim na tregu se çka keni mësu prej 2025, është shumë e rëndësishme na tregu, ndërsa ne ju tregoj juve që jeni në këto momente në vetura dhe jeni në drejtim Prishtinës nga Çaklavica, në të dy anët e rrugës e keni Petrol
kompani me derivatet më cilësore me çmimet më të mira. Njëri 20 e keni naftën, një 18 e keni benzinën për litër dhe aty mundni me marrë edhe kuponin për mu bë pjesë lojë shpërblyese, 10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona, kështu me radhë. Mesazhet që po i dërgoni, t'ju tregoj se kena mi lexuar në pjesën e dytë, lexojna pas orës 17, në pjesën e parë presim veç telefonata. Edhe kishte mirë me na thirr, po për me bash biseduam. Pjesën e dytë, ju që keni shef me shkruaj mesazha, unë edhe Fiona së bashku në pjesën e dytë kena mi lexuar. Nëse Fiona i lexon, unë veç kanë herë komentoj për çef. Kolon është pjesa për me shku tek. E kam të ftuar si analist në studio për komentim të përgjigjeve. Po na thash, po na dhonë diçka i Fion, tash me analisti asojnë, analisti kësojnë, analist. Edhe në një farë bilas analist, komentues. Edhe na analizojmë diçka? Komentues jam, se si jam. Analisti përfaqësore. Komentues jam çaty. Jo detajuar kështu. Po ja den thon po mirë ka pas, se ka pas mirë kështu. Kolon që ka për me shku tek shkolla e mesme Sami Froshi. Kjo pjesë po shihet me Kolon. Fatoni na ka dërguar një foto prej asaj pjese. Faleminderit shumë Faton për informatën. Pastaj e ngarkuar është pjesa çastja për dekreti i Çaklavicës Kolon e gjatë. E ngarkuar është dalja për në fushë Kosovë nga autostrada Kolon shumë e gjatë dhe fushë Kosova nga zona industriale deri tek rreti. Ma herët ke nga zona industriale deri në Prishtinë, tash tana sjelltas. Kolon është edhe rruga Agim Ramadani, po shihet me Kolon nga komuna deri tek udhkryqi i Menzës dhe rruga Tirana për dekreti prapa stadiumit Fadil Vokri. Besoj që mas orës 5 edhe te Menzat e Salla Nalt kam u bë një tollovi për shkak të koncertit. Po se kish me dal vjentit, aty e bllokon pak, i thot ka dal pritnik, mos më gutni. Jo, koncerti i Albanit. Sot nota e dytë ka bë me nota e parë, nota e dytë. Ka qenë mbrëmja e parë, sot nota e dytë, nesër nota e tretë, dillën përmbyllë, domethënë, një farë turneu kështu e ka bë. Nota e katërt. Ashtu jam i thon turnese nuk po lëviz nga vendi, po 4 natë ka bë. Shfaqje rezidenciale. Bash mirë. Bravo, vjen shumë mirë, edhe shumë Albani është një artist që na rrit me to, e po plakmi me to, kështu që definitivisht kemi pas nevojë për një koncert gjigant kështu të Albanit. Nuk nxen më shumë se po dhe koncerta tjerë që i ka pas, se kjo është e menu. Po ishë mbush stadiumin, garantoj. Jo, nxet, edhe thanë është atë që është shumë nxet, mos... Ishë nxet atmosfera prej 20.000 personave. Sa i nxen stadiumi Fadil Vokri? Hajde me kështu lojën ti me mu, kur është ftoft kallëzojnë që është nxesh. Ndryshe o loja, ndryshe koncerti. Zonin e hupim, komplet na, ma shumë se Albani knujnë atje. Po, më nxe, s'po di që me thonë. Më nxesh. A je djeg paga? Po shumë. Po djeg jo do i po ngri. Ngri e lage. Kolon rruga Zagrebi për tek rrethi, për tek shkolla fillore model. Na falni, nga rrethi tek stadiumi deri tek shkolla fillore model Çenka. Edhe rruga Plava që vjen nga Varrezat për me dal poshtë rrugën Zagrebi, edhe kjo pjesë po shihet e ngarkuar me Kolon. Këto janë informata që po vazhdojnë e po arrin 049978 edhe ne po presim telefonatat e juaja me na tregu për vitin 2025 çfarë mësimi keni marr. Nëse keni marr mësime, se do shumica s'pas kanë marrë ai mësime. Alo. Kanë marrë realisht, po nuk janë përshëndetje. Përshëndetje, kush na përshëndet? Ju përshëndet një Zoj nga Ushtria. Hajde Zoj, si kalan? Mirë, faleminderit. Qyshe ke pos ditën? Qyshe ke pos ditën, kallëzo, mos u gut. Qyshe ke pos ditën? Mirë shumë. Çka ka diçka interesant Vushtriu në Fiona përveç çajit që do të më ardh me provu? Gjithçka ka. Po çka ka diçka interesant, tregom. Domethënë, pse unë edhe Fiona do të më hyj kerrit me ardh deri në Vushtri përveç çajit? Shtu, posaçërisht, a? Pse do të më ardh? Po, ne na pëlqen shumë për çdo gjë është e mirë. Kur doni me ardhin e këtij. E kanë edhe urën, e kanë më të vjetra. Po, e kanë edhe ushqimin e mirë edhe po. Edhe kalon, edhe hamon, edhe gjithaj. Ç'a pishe se po duhet me ti nxerr edhe ne çështo. A pishe sa mirë si i tregove do. Sa nëse ka dikush që na dëgjon këto momente dhe thotë që s'im kam kurrë në Vushtri, edhe hajtë se po shkoj. Pe pini kafe se s'bohet nami. A ke mësuar ai se në 2025-ën prej 2025-ës sa as ti s'ke mësuar kurrë. Gjithçka kam mësuar. Çka ke mësuar diçka interesant me na tregun ashta mësojnë edhe na? Po njeri duhet me qenë i durushëm. Për gjanat që i vinë, Durimin. Do më thonë, je ma e durushme se sa vitin e kalum. Ose kime qenë ma e durushme se sa këtë vit, në vitin që po vjen. Sigurisht. Po vjen shumë mirë, një përgjigje shumë e mirë. Edhe që mirë mi ari kujtu ka njerë njën i tjetrit. Me qenë ma durushëm. Sigurisht. Kaloni mirë e ju përshëndet. Faleminderit shumë, ke knatësi me fol me ty.
Ke knatësi me fol me ty? Edhe për mu ishte knatësi me biselu me ju. Faleminderit. Sa mirë, ma japi një fal energji, interesant. Na dha komplimente me start. Po jo, edhe një fal energjie vokali, ke shumë i mirë, sa. Edhe po kur vina në vështre kina me thirr. A bon? Për kafe, jo për çaj. Ty pi kafe, unë vish çaj pi atje. Apo një espresso, di që është këshyraj. Këshyri që deshe, kafe më le pije një qaj më zbaj gare espresso te. Së është i oni kë. Ja, në vështri po pin espresso, ka pe qajnë pije. Po pra, edhe për me i bojnë të mirë. Nuk e di, nuk i këm provu edhe bashkë qa pas qep mi provu. Qajnë kështë bashkë me shku të na i ven, në vështri ku e kanë kështu qajnë matë mirë kësha shku. Ku njët ndërshta për qaj. Krejt mëre prej fillimit, deri në fund, atje njësoj është. Po dikush pa e pas emrin. Po dështojnë këta të vështres për qaj. Nuk dështojnë. Apo thu që ashtu ti. Nuk dështojnë. Topi nuk e lun. Alo, përshëndetje, edhe pak minuta imi bashkë, na tregoni çka keni mësu prej viti 2025, a keni mësuar gjë? Apo hiç gjë? Alo. 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 Kush telefonon? Pip telefonon. Mirë, 049-978-978 mos harroni me kujdes për shëndetin tuaj kur s'është vonë, se që s'kom çare pa thon përgjigjen tem që cim. Në vitin 2025 mësova që kur nuk është vonë me fillu me kujdes për veten edhe për shëndetin. A po të pëlqen si përgjigje? Po mirë. Ujë sa më shumë, mjekët rekomandojnë deri në 2 litra, ujë rrugove nuk është zor me i konsumu 2 litra, i kin krejt vendet, këtë marketet, kudo që të shkojsh e ki ujë rrugove, kështu që nuk e keni vështirë me fillu spari nga uji, mu hidratu mirë, tani edhe me gjana tjera. Se bon kështu çuditshëm? Po të kështu i çuditshëm. Se din që si pi 2 litra, po. Jo, i afrohet. I afrohet. Okej. Do më thonë, është nga që aty. Prapë është mirë, prapë është sukses. Thonë kjo 0.5, 4 copa që se do të gjellëqysh në rrët punës. Po dhe 3 me qenë është sukses. Ja, 4. Hade, ndrysha pak. Alo. Mësa pak. Mirë mrama, kush telefonon? Vajni Los, Qamil. Jo bre mirë. Qysh je Qamil, se profesor Arsimi po na tregon sa ujë do të pi. Po kjo vetë e përmeni, skallzova unë veç kjo është ekspertët thonë ju Arsimi. Qamil, tregom çka ke mësuar prej vitit 2025. Prej vitit 2025 deshta me thonë me kumsu që ke qeveri që kam votu më kur më lutem Qamil, mos na e përfshi politikën, ju lutem, mos na shtini me u përsërit. Diçka për veten, për jetën tënde, për rrethonat, për punën, për gjithçka tjetër përveç politikës. Aty s'besoj që kam mësuar diku diçka. 45 minuta. Aty nuk besoj se dikush e ka marrë ndonjë mësim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Faleminderit, kush na telefonon? E treta e vërteta? Telefonon Kreshniku nga Stuttgarti, Gjermanisë. Kreshnik, e pas ke zërin shumë radiofonik edhe po dëgjohesh shumë mirë. Shumë faleminderit. Këtë komplimente kam nga shumë televizione, edhe në që jam moderator në diaspor. Çka je në diaspor, moderator? Moderator dhe koreograf, që jam shkputur nga ansambli akademik Universitetit Prishtinës. Tregom çka punon atje, me çka mirësh për momentin në Stuttgart? Punoj faktikisht me një firmë mjekësisë, ku prodhohen aparatet për inhalim dhe që 19 vite jam aty në atë firmë. Okej. Dhe ana sjelltas punoj në Zvicër me nxënësa, me valla dhe me koncerte për bashkëdhetarët që i bëjnë. Bravo. Po, si moderator, mëse e përmende, a ke punu, apo nuk punon më, qka ke bo si moderator? Këta kom pas, faktikisht, ku isha në Prishtinë, që të monu përgjedhësha për shkak zonit, këto t'japi intervju, po, për ansamblin, për zhvillimet tona, ku ishim në për festivalet. A ke qenë si PR-ja ansamblit, a? Ke marrë përsi për pjesën e... Kam qenë asistent i koreograf Dileve Kryziut, një 5 vite. Edhe kjo ka qenë arsyeja e zonit, ndoshta edhe pak por ato. A kënaqësh avish vallëzëshe? Jo, kur s'kam këndu. Se më provoj se. S'do të thonë që din me knuma si e ka zonin e mirë. Po me provoj. Jo, nuk kam vokal për, nuk kam. Kam vesh. Se cimi që kështu zonin se ka kum diçka po me knu ja don. Po me knu ma don. Okej. Na limon, do të thonë jena që shtojë limoni, as limoni e këta, krejt jena që shtojë. Nëse. Kreshnik apo? Po. Hajde tregom çka ke mësuar nga viti 2025. Më të vërtet kam mësu, besoj që njeriu gjithmonë në jetë mëson, për çdo vite më shumë, ndoshta për çdo ditë më shumë, se më të vërtet nuk jemi duke shijuar jetën në atë mas cilën ne e meritojmë. Do të duhej. Do të duhej ta shijojmë jetën më tepër. Një mesazh. Si reflektim edhe për veten, ndoshta se me siguri je nis prej vetes për këtë përgjigje, po ndoshta edhe tu e pa mënyrën se çu po jetojnë njerëzit.
Ja, krejt e kena këto. Tash dashtum me pranu dhe po më pëlqen shumë përgjigje. Po na shkon jeta ujë pa e shiu. Se është e vërtet që ka momente kur secili prej neve që këtu po nisna prej vetës, domethënë shumë pak i kushtojnë rëndësi vetës, momenteve tona. Po më pëlqen Kreshnik përgjigja shumë. Faleminderit e ndërumja e tërheku vretin dhe gjusit në mënyrë pozitive ma herët që mos të merrem me politik, po besoni që këtë vit na kanë lodhur pak. Nëse ma lejon ta them, më të vërtet na kanë lodhur pak, edhe mesazhi im është që të merrem me gjanat tona private, me shoqërinë, t'japim sa më shumë dashuri dhe respekt, sepse jeta është shumë e shkurtër. Faleminderit shumë. Faleminderit për këtë super mesazh. Mirë ndëgjofshim. Mos harroni bot vala kres shqiptarëve në Stuttgart se e di që jeni shumë. Faleminderit. Përmes këtë ves vetëm. Faleminderit. Faleminderit gjithat mirat. Po shpreh tash me përshëndetje Enverin që është po në klubin Kosova Drita, klubi i futbollit Kosova Drita, edhe që bojnë shumë organizime të mira, kanë përmend disa herë, po nuk është kur shumë. Edhe turnire do të organizojnë. Turnire dhe bojnë shumë organizime të mira, mbledhen atje klubët edhe Besana thjeshin kanë erë edhe neve, na mbledhshin atje për me u bë bashk mediave, edhe luajshim edhe na me ata. Edhe kënaqësi ka qenë, po du mi përshëndet se janë për më shumë të mirë. Nëse bëhet ndaj organizim tjetër kisha pas qaf me ardh refere. Jo, a e pret ta dërgova një referave. Jo. Dëshme po. Çashtu diçka? Po çashtu kështu. Hajde shoni herë tani e komentoj. Hajde telefonata e fundit për këtë javë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Okej. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë mbrëma, përshëndetje. Faleminderit se ju e gjithashtu. Kush na përshëndet? Hakiu. Haki, si kalon? Mirë, faleminderit. Qysh e ke pas ditën? Po ditën me gjest kafele, pim kafe, kthejom me gjest qështoran. Ani shumë mirë, pas keni rutinë të mirë. Tregora që ka mësuar prej 2025-s. 2025-s. Valla bon kemi mësuar. Çka ke mësuar diçka, do të thonë që të ka hyrë ty në punë, që ka me ty në punë edhe për të ardhmen. Më ka hyrë krye, po nuk po du më hianena se jo spidoni ato sane. Hiç. Hiç. Po kena mësuar bon, inshallah vedisohen edhe kryen punë mos 2026. Faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë. Hajde gjithë të mirë dhe ju. Ton kalofshmir, dëshirë s'kesh me u përgjigjen edhe për nejse. Faleminderit secilit prej juve, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit për telefonatat, faleminderit që na mirë kuptoni, faleminderit që nuk na lodhni me politik. Edhe na ju presim javën tjetër. Prej të anës jemi këtu, edhe ju presim me tema të reja, me informata rreth komunikacionit. Vazhdoni na bani me ato fotot, sepse vetëm pas pak ne rikthehemi në Glam Radio. Deri tani mos harroni me bota që duni me botë gjithmonë me shumë dashni. Faleminderit shumë edhe Jeta Baholli Hair and Makeup për super ofertat e fundvitit, e gjeni në rrjetet sociale bashkë kështu siç e thash. Jeta Baholli Hair and Makeup, keni super oferta për ju që doni me u zbukuru, keni ndonjë event, ndonjë nej, kështu që shkoni te Jeta, rregulloni me super çmime. Ne shihemi të hënën për ndryshe në pjesën e dytë jena bashkë në 88.6 dhe 102 FM nëse doni me vazhdu me na dëgju, ose merreni aplikacionin e Glam Radios në iOS dhe